Muaji maj ka nisur me një kthes të pazakon të motit, ku temperaturat kanë zbritur nën zero, duke sjellë ngrica të vona pranverore që kanë prekur ndjeshëm zonat bujqësore. Në një periudhë kur natyra është në lulëzim të plot, këto temperatura të ulta kanë goditur pemët frutore në fazën më të ndjeshme të tyre, duke vënë në rrezik prodhimin e këtij viti. Fermerët shprehen të shqetësuar për situatën dhe pasojat ekonomike që mund të sjellë, ndaj kërkojnë mbështetje nga Ministria e Bujqësisë. Sipas specialistëve të sektorit të bujqësisë, ngricat kanë prekur kryesisht pemëtarin, e cila përbën një nga sektorët më të rëndësishëm ekonomik të zonës. Ne kemi monitoruar disa pika në Devoll, që do të thotë kemi përfshirë të gjithë territorin, dhe kemi marrë që i gjithë territori i bashkisë është prekur nga ky dëmtim. Shpresojmë të ketë prodhim për shkak të lulërisë së bollshme që pemët kanë patur këtë vit, kanë qenë shumë të mbara. Në ditën e vijim pritet që temperaturat të jenë optimale për frutikulturën, të jenë normale të sezonit. I rekomandojmë fermerëve përdorimin e aminoacideve, cilët rivitalizojnë bimën dhe ulin stresin. Devolli njihet për traditën e zhvilluar në frutikulturë dhe për prodhimin e mollëve, dardhave, kumllave, qershive dhe kulturave të tjera frutore, të cilat zënë një peshë të rëndësishme në ekonominë bujqësore të fermerëve vendas. Kushtet klimatike dhe tokat pjellore e kanë kthyer këtë zonë në një nga rajonet më të njohura për prodhimin e frutave në juglindje të vendit.